Bullgaria shpreh shqetësim për devijimet e Shkupit nga konsensusi evropian i vitit 2022. Me këtë titull, Ministria Bullgare e Punëve të Jashtme reagoi ndaj deklaratës së djeshme të kryeministrit Hristijan Mickoski, i cili tha se Bullgarisë i pengon fakti që plani veprimit për pakicat i dërguar nga Maqedonia në Sofje është në gjuhën maqedonase. Në reagimin e publikuar mbrëm në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme bullgare, thuhet se çështja se në çfarë gjuhë duhet të jetë plani për të drejtat e komuniteteve që pritet nga Maqedonia e Veriut është një çështje e brendshme e vendit fqinj dhe nuk është temë marrëdhënieve dypalshe. Shtojnë se plani për të drejtat e komuniteteve është një hap që duhet të ndiqet pas përfshirjes së bullgarëve në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjë që ende mbetet për t'u bërë dhe që do t'i mundësojë Maqedonisë së Veriut të hapë negociatat për antarësim. Republika e Bullgarisë vëren me shqetësim tezat e fundit të autoriteteve në Shkup, të cilat devijojnë ndjeshëm nga thelbi i konsensusit evropian të vitit 2022. Dokumenti do të zbatohet nga institucionet e saj ndaj qytetarëve të vet dhe është logjike që ai të jetë në një gjuhë të kuptueshme për ta. Zgjedhja e Shkupit për t'u paraqitur draftin e këtij plani qytetarëve të saj në anglisht është e vështirë të shpjegohet, veçanërisht nëse plani synon të zbatohet vërtet, thot Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë. Ndaj kësaj reagoi Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut, nga ku thonë se draft plani veprimit për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të komuniteteve është përgatitur në gjuhën maqedonase dhe angleze nga ekspert vendas dhe ndërkombëtar, në konsultim të ngushtë me Këshillin e Evropës dhe Komisionin Evropian. Dokumenti përmban masa të qarta, afate dhe institucione përgjegjëse dhe është plotësisht i harmonizuar me standardet më të larta europiane. Është shqetësuese fakti se në vend që të përshëndetet si një hap konstruktiv përpara, dokumenti bëhet subjekt i komenteve abstrakte dhe të pabazuara nga ana e Bullgarisë, të cilat nuk kontribuojnë në ndërtimin e besimit dhe mirëbesimit ndërmjet dy shteteve. Në vend të komenteve të paargumentuara, nga fqinjët tanë presim sjellje evropiane, përfshirë ndër të tjera respektin e plot dhe njohjen e gjuhës maqedonase, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Reagimi i autoriteteve bullgare vjen pas deklaratave të kryeministrit Hristijan Mickoski, i cili të dielën theksoi se plani veprimit ishte përfunduar disa muaj më parë me përfshirjen e një eksperti evropian, por se Sofja e kishte refuzuar. Sipas tij, plani ishte në gjuhën maqedonase, gjë që Bullgarisë i pengon, por Mickoski tha se i vjen keq për këtë, por gjuhë tjetër nuk ka.